Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, data 19 I sot, muaj 3 vitit 2026, o dita e fundit e Ramazanit. Dhe ikindia e fundit dhe dersi I fundit për këtë muaj. Inshallah Allah subhanahu wa taala na shpërblen të gjithëve. Unë sot të ndreshë vëzër, do të flasë për tema kështu e kemi quajt qëndrueshmëria nuk është sezonale. Qëndrueshmëria nuk është sezonale. Pse kështu? Për shembull, namaz shumë në Ramazan, si të këllë Ramazani, e lën namazin. Ose lot natën e kadrit, lot namazin e sabahit, si të kaloj Ramazani, as lot, as zë. Ose në Ramazan pendim, si të kaloj Ramazani. Dhe pas Bajramit, çka bëjmë ne? Kthehemi mbrapa ashtu si kemi qenë. A ndodhi ndryshimi, ndodhi apo nuk ndodhi? Inshallah ndodh. Pyetja të cilët duhet m'ia bëjmë vetë secili prej nesh. Allahu subhanahu wa taala është vetëm Zot në Ramazan apo është edhe jashtë Ramazanit? Të dashur vëllezër, për me qenë ne besimtarë dhe Ramazanit dhe jashtë Ramazanit duhet me qenë të qëndrueshëm. Çka I vjen qëndrueshmëri? Keni dëgjuar një fjalë për metët istikame. Istikame, do më thonë, të ne shqiptarët e përmendën ka dalë në istikame. Edhe në luftë kur kanë dalë me mbrojt vatanin, ka dalë në istikame. Se për me dalë në istikame du të me konë asgani qëndrueshëm. Se cili se ndel në istikame. Istikame, gjuhën arabe është. Kur ta përkthej shqip, I vjen me qenë I qëndrueshëm. Edhe në fe, edhe në luftë, edhe në mësim, edhe në xhami, edhe në gjithë shka. Allah subhanahu wa taala thot fastaqim kema umirte. Qëndro I drejt ashtu siç je urdhëruar. Do të thonë rri I drejt ashtu si të ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Allah nuk tha qëndro përkohësisht I drejt. Ose veç Ramazan, ose vetëm në haç, ose vetëm këtë natë, ose vetëm këtë ditë. Por thatë, krejt jetën, qëndro I drejtë. Të dërshëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot, inna alladhina qalu, ata të cilët thanë, Rabbun Allah, Allahu është Zoti janë, thumma istaqamu, e pastaj ishin të qëndrueshëm. Me thonë Zoti janë, ose Allahu Zoti janë shumë lehta, a kena me mbajt këtë fjalë. Shumë herë kanë treguar zallarët e njerëzit e bazilerët e xhamati se përpara ka pas zullum shumë ndaj popullit tonë këtu në të Troje. Edhe zallarët që më kanë thonë një fjalë e pastaj kur I kanë marrë pyetje, kur I kanë maltretu, dikush ka dëru, dikush s'ka dëru. E xhamati sa për xhamatit kanë dhënë nëpër burgje, e janë dëmtu, e janë dënu, e janë nënçmu, dikush ka dëru, e dikush s'ka dëru. Këtë varet sa njeriu është I qëndrueshëm. Inshallah Zoti nuk na sprovon. Se Allahu alem se aja dalim ajo. Të dashur vëllezër, secili ne prej nesh e ka fillimin, domethënë besim sinqert në Allah subhanahu wa taala, e pastaj vazhdimësia, qëndrueshmëria në fen tonë. Është një prej Sufjan ibn Abdullah I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose Sufjan ibn Abdillah e ka pyet Muhamedit sallallahu I ka thonë, më tregon diçka për këtë fen tonë, për Islamin, që më mos ta pyes askënd. Ma të më mësoni mësim, që unë më mos mundohem pyet njërin, pyet tjetrin, jo s'du. Du vetëm një pyetje, një përgjigje. Pejgamberi sallallahu I tha,
Qul amantu billahi thumma istaqim. Veç këtë ja. Thuaj, besova në Allahun subhanahu wa taala edhe kam me qëndru i drejt në këtë që e kam thonë. Ma shumë s'ka nevojë. Tash nëse analizojmë ne, çka ka dosh me thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i del se kretë çto të fejës, punë të fejës që na të bëjmë, këtë janë këtu mrena. Do me thonë, besova në Allahun subhanahu wa taala që një u kri puna. Edhe i ri kësaj fjale mbrapa. Me çka i rim kësaj fjale mbrapa? Me namaz, me zeqat, me haç, me paqe, me luft, me dashurinë ndaj Zotit, me urrëtie ndaj të keqes, kështu më gjithçka. Ai që nuk e ka qëndrueshmëri në fe, ai nuk mundet me ndet përballë, ose as të mirës as keqes. Të dashur vëllezër, qëndrueshmëria në fe nuk është si ta them shpërthim ose emocional. Edhe ndonjëherë njerëzit lidhen me emocion. Feja nuk është emocione. Feja është për një me. Feja për një me. Emocion, shembull emocionohesh. Dikush e fol, e thot një poezi, bukur e thot. Ato fjalët e mundet me i thonë krit gabim. As një fjalë mos më qenë tamam. Am aq bukur që e thot, emocionohesh ti. Mërzitësh se janis me qajt. Këto emocione të përkohshme, të kalus. Feja nuk ka emocione. Sot emocionohem, nesër po mos më emocionohem, çka i vjen? Nuk kam emocionon mu namazit, do më thonë nuk fale, që po. Nuk kam emocionon mu hazi, e çka i vjen? Nuk fale, nuk shkon hazi, që po. Nuk është feja emocione. Feja islama është të ndeshën vëllezër, çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala dhe çka ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse shumë njerëz e nisin fort fen, edhe ndalen shumë shpejt. Keni pa këto vrapimet, apo ato vrapimet që i bëjnë 100 metra, 200 metra, 400 metra, në sport e më të folë. Edhe maratona, 50 kilometre. Të 100 metre, asë se li dela. Ja, duhet me qenë shumë i pregaditur për 100 metre. Ama, Allah ma shumë duhet me qenë i pregaditur për 50 kilometre. Se thonë, me se kollaj 100 metre, po habe din. Din, pra, me si kollaj. Të deri të unisa qëtëri kam rinjë atje, me si ta mërmenja që kollaj. Të keni pa ato 100 metre të vrapinë. Se mu kujtu, suna mundesh me fshinti, Usain Bolt. Në të rritë, më një menë. Tash ke, më i shpetje. Vëllo, interesant, çfarë vrap. Usë se njëra, çka? Po ushtrimet e bëjnë. Ama feja islame nuk ka 100 metre. 5 sekunda gjatë, dhe se ja. Feja islame, rrugë gjatë. Rrugë gjatë, ndërshën vëzër, për atë shkak, nuk ban me nis fort, me emocione, po duhet me nis fejt me dituri, edhe me qëndrueshmëri, e pastaj shkon gjatë, shkon maraton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa iqilla. Punë më të mira te Allah subhanahu wa taala janë ata që janë të pakta, mirë po janë të vazhdueshme. Pak, në tjetë pak, ama kur janë të vazhdueshme, bëhet shumë. Sahabët të ndeshën vëllezër në Ramazan kanë qenë të përkushtuar shumë, ama edhe pas Ramazanit njësoj, një standard. Nuk e kanë bërë Ramazanit më shumë, shembull më tjetër më pak. Ja. Sepse se kanë pas fejnë sezonale. Shembull kura sezona, po sezona për biznes, sezona me shit këtë mall, me shit atë mall, po, ama feja nuk ka sezon. Mendoj që jam i qartë. Të dashur vëllezër, edhe pas Ramazanit e vazhdojmë namazin, e pas Ramazanit e vazhdojmë moralin, e vazhdojmë bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Janë disa shenja që nëse ne i kemi, atëherë nuk kemi të qëndrueshëm në fe. E para,
adhurim me emocione, që e përmenda më herët, lodhja e shpejt, lodhje me shpejt. Shembull, nis namaz natën e parë, 8 rekat, natën e ditë 6, 3, 4 edhe 4 të natë hiç. Jo, për nisë me 2 rekat, të e shtu, jo të e paksu, të e nisë shtu me hujub. Jo, për nisë të panë natë 2 rekat, të e shtu, jo të e paksu. Dhe e nisin fort, edhe pas të dorëzohemi një. Kthim në mëkat pas adhurimit, pas ibadetit, pas pendimit, që është shumë çështje e keqe dhe jo serioze, por ne nëse e bëjmë. Edhe të ndershëm vëllezër, Hasan al-Basriu rahimullah thot, besimtari nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala vetëm në një kohë, por e njeh në çdo kohë dhe në çdo gjendje. Omeri radiallahu anhu thoshte, po të më thoshin që vetëm një njeri hin xhenet, do t'i kisha frikë që mos të isha unë. Po, parlamente Omeri, çfarë njeriu i ka qenë saj drejt, edhe ka pas dronë sa ka me hin xhenet ajo. Që për shembull, ju thot veç njëri ka me hin xhenet për juve dhjetëve. Hazreti Omeri thot, unë nuk e quaj veten në atë grupin që ka me hin xhenet. Çaj çiko. I drejt ka qenë, sa namazlije, kitë mira i ka pas. I garantuar me xhenet, ama prap thot, me qenë se kisha mejt veç unë, nuk ishka qenë, s'kisha pas në një garantë që shkoj në xhenet. Të ndeshëm vëzër, sepse friga e ti s'ka qenë emocionale. S'ka me ndu zërme, ty kush jam unë. Mos e të Omeri, me siguri Zoti ka mëncu, ja. Nuk ka trimni dhe emocione në fej, ka drejtësi, qëndrueshmëri dhe bindje të ndeshëm vëzër. Si ta ruajmë istikamën, ose qëndrueshmëri në fej, duhet me pas një jetë të sinqertë. Do të thonë gjithë çka që nisim, tash son, nesër Bajram, edhe nisim edhe i muajin Shewal, me bindjen dhe Allah subhanahu wa taala, se Allah na pranon veprat voglat, mos i anashkaloni, por të jenë të vazhdueshme, shoqëri të mirë të ndërshëm. Edhe dje përmendë se Muhamet edhe sot rrini me njerëz të mirë. Nuk tham që mos më nejt me njerëzit lik nëse kena punë me ata. Mirë po, jo mu shoqëru, jo më ndejt në atë ditë, jo me hum kohë me ata. Nëse rri me ata, është mirë me ndejt që mi udhëzu, mi këshillu, mu mundu mi largu nga veprat e liga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin. Allah subhanahu wa taala thot, besoje Allahun subhanahu wa taala derisa të vjen vdekja. Do të thonë jo sezonale, jo vetë Ramazan. Natë ditë derisa të na vjen vdekja, inshallah. Unë sot duke pas parasysh që ditë e fundit duke pata nijet. Bile edhe ndoshta diçka ligjërat posaçme të bëj vetëm se të kërkoj Allah, mirë po, 2-3 fjalë që i tham mendoj se on rregull. Të ndeshëm vëllezër, Zoti ju shpëlbej të gjithëve një nga një, që për 29 ditë keni qenë posaçërisht do xhamat që i shoh, asnjë ders s'ka mungu, Zoti ju shpëlbej, po ato njerëzit to matriç janë me siguri. Ju e dini që më të vjetë ato janë në përpuna, e kanë galit e tyre, por ata kanë pas ndonjëherë kohë më ardhë dhe me në respektu. Zoti ju shpëlbej të gjithëve, na bëjni halal për çdo gabim. E shifemi nesër në namaz sabat dhe në ditën e Bajramit. Inshallah ja mrim të gjithë. Po unë vetëm për kujtim se imami sa të kam tregu, më 54 minuta thirrë ezani sabahit nesër. Më 54 minuta thirrë ezani sabahit, janë 20 minuta gjysmë ore para sabahit kena me qenë xhami. Do të thonë kanë 4:30. Ndërsa namazi i Bajramit falet në 6:19 minuta. Do të thonë në 6:19 minuta e falim namazin e Bajramit. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.